Selam Alikov, faleminderit shumë për mundësinë që të vëdrejtohem, të nderuar të drejtues Vlenit, të funksionar, ministra, deputet, ju aktivist të zellshëm të Vlenit, i nderuar kryetar i ardhshëm i komunës Likovës, zotin Xhemedin Sadiku. Kam kënaqësinë që sonte po vimin Likovë në një atmosferë feste ku më po ndjehet fryma e fitores të 19 tetorit dhe kjo më shumë se në ditën e zgjedhjeve pëlëzohet fytyrat e qytetarëve të Likovës që me shumë vite, me shumë pritje kanë dashur të vijë kjo ditë. Andaj jam shumë i lumtur që po bëhemi pjesë të këtij procesi e që ne po e ndihmojmë që edhe në komunën e Likovës të vinë ditë të mira. Kur flasim për zgjedhjet lokale, gjithnjë duhet ta kujtojmë se këto zgjedhje janë arsyeja kur ne duhet t'i drejtohemi qytetarit, sovranit, e t'i flasim për çështjet që kanë bënë pikërisht me pushtetin lokal. Ato janë gjëra që kanë bënë me ujin e pishëm, me infrastrukturën rrugore, me shkollat fillore të vendbanimeve, me ambulancat, me ajrin e pastër e të tjera. Dhe Vleni në këtë fushat gjithnjë ka shkon fol për këtë çështje dhe ju jeni të dëshmitar që ne nuk jemi duke abuzuar fushatën, duke e përdor për qëllime të tjera. Për dallim prej nesh, oponentët tanë që gjatë kësaj kohë kanë pasur edhe pushtetin qendror edhe lokal, rrjedhimisht edhe komunën e Likovës, për shkak se nuk kanë ofruar asgjë të mirë, veçanërisht në pushtetin lokal, gjithnjë kapen për ca tema që ata i quajnë të mëdha, duke u ikur çështjeve të këtilla. Andaj çdo herë që ata flasin se këto janë zgjedhje për ta bërë referendumin e të mbrojtjes së çështjes shqiptare, është mirë t'y pyesim, okay, s'ka problem me atë punë e zgjidhjen, pse s'ka ujë në Likovë? Sa herë që thonë se është e rrezikuar Shqipja, u themi s'ka problem, e zgjidhim edhe atë punë. Pse komuna e Likovës është komuna më e varfër në vendin tonë? Sa herë që flasin se ka degradim të shqiptarëve në për institucione, është mirë t'y pyesim sa shqiptar i keni shpërngulur ju. Sa herë që flasin se ata po kthehen që ta mbrojnë nderin e shqiptarit, është mirë t'u jepet lista e të burgosurve shqiptar në për raste të montuara. Andaj, në këto zgjedhje vërtet ka referendum, por ky referendum nuk është si që thonë ata, por është një plebishit që e pensionon një klasë të konsumuar politike dhe që sjell në skenë një klasë të re politike e cila vjen me një kapital që tashme ka ndërtuar në këtë 1 vjet e gjysmë qeverisje. Dhe ne kur flasim për këtë kapital e kemi ide për kapitalin politik, për shkak se gjatë këtyre 15 muajve të qeverisjes së Vlenit, nuk ka asnjë aferë të vetme të korrupsionit për asnjë funksionar të qeverisjes Vlen. Në këto 15 muaj të qeverisjes Vlen, ne kemi zgjidhur çështje që nuk ishin zgjidhur për 2 dekada me radhë. Në kuptim të ligjeve, Vleni e bëri ashtu siç kishte premtuar ligjin për kazinotit, cili është në procedurë në kuvend, e bëri ligjin për përfaqësimin e drejtë e adekuat, e bëri ligjin për zyrtarizimin të medresesë Isabeu në Shkup, në kuptimin e zhvillimit të arsimit, Vleni ka ndarë 40 milion euro për universitetin në Shkup, ka ndarë 25 milion euro për sheshin Skenderbeu në Shkup, dhe për zhvillim të komunave ka ndarë vetëm këtë vit mbi 80 milion euro. Dhe këto janë faktet
për arsye në cilave ne e kërkojmë sot votën tuaj. Se në qoftë se ne kemi të dëshmuar gjatë kësaj kohe, se jemi në shërbim të popullit, jemi në shërbim të qytetarëve, arsyeja pse kërkojmë votën është kjo. Aq më tepër që kam një mesazh të veçantë që është i lidhur engas për komunën e Likovës. Nuk është mirë që në komunën e Likovës të bëhet gabimi e të votohet dikush i një partije opozitare. Unë mendoj se edhe Likova e ka çastin e fundit që ta rimendoj se kush do të jetë udhëheqësi i saj, për shkak se vetëm duke e pasur në krye të komunës një kuadër si profesor Nezmedini, qeveria jonë do të ketë mundësi të bashkëpunoj e të ofroj projekte për të mirën e qytetarëve të Likovës. Nuk jam i prirë që ju në çastin që e jepni votën të gjykoni me emocionin e asaj se a i shpëton karriera politike dikujt apo jo. Për shkak se këta që janë sot në opozit e kanë çështjen a e shpëtojnë karrierën e tyre politike. Andaj ata nuk e kanë hallin se çka ndodh nesër me komunën e Likovës. Për këtë arsye ftesa ime është që ta rimendoni mirë se kujt ja jepni votën në këto zgjedhje. Dhe për shkak se të kaluarën e dim gjithë, e dim se cila parti e ka pasur komunën e Likovës, dhe ne s'kemi nevojë që ta përsërisim e ta kuptojmë se çka do bëjnë ata sot. Po, s'ka nevojë të përsëritet se gabimi i përsëritur nuk sjell sukses. Andaj është koha që edhe Likova të hap një kapitull 3 duke ofruar një zgjidhje të re për qytetarët e komunës së Likovës. Unë jam shumë i bindur se profesor Nezmedini është emri i shumëpritur dhe i dëshiruar i komunës së Likovës. Jam shumë i lumtur që e keni edhe listën e këshilltarëve të mrekullueshëm të prirë prej Lirimit, prej Iljasajt, prej Nesrinit e të tjerëve, që janë emrat më të mirë të klasës së re politike për të cilën flasim ne. Andaj edhe një herë, thirrja ime e fundit është që në zgjedhjet e 19 tetorit ka veç një emër që e sjell fitoren, dhe ky është Nezmedin Sadiku, dhe ka vetëm numrin 7, i cili është numri i suksesit në këtë zgjedhje. Faleminderit shumë.